Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të hënë datë 16 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin sot Tirana do të pres kryetarët e shteteve dhe delegacioneve të SCP. Samiti presidenti Bayram Begaj në cilësinë e vendit kryesues pret sot kryetarët e shteteve dhe delegacioneve të procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore. Opozita shqiptare kreu jo dirë zgjedhjet jo të barabarta pa njerëz të intimiduar Kolliçi do publikohen provat të reja të farsës. Profesori Lia Larti me interneti rinia është bërë më e mbyllur, më indiferente brenda kafeneve larg librit dhe marrëdhënieve miqësore. Avokat Dulejman Karaj, rinia e Bangladeshit në autobusin e linjës Tiranë-Vor, rinia e Shqipërisë në drejtim të paditur nëpër botë. Gazeta Dita hapet me lajmin Agjenda e shurdhit, loja e heshtjes me Amerikën, teoritë e komplotit për mesazhet sekrete të Trump dhe propaganda që shpërfill çdo lidhje me të vërtetën dhe realitetin. 5 vjet nga ikja e Erazmit shqiptar nga Fatos Tarifa. Analizë dhe parashikime, cili është skenari më i keq për Shqipërinë në rast zgjerimit të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit. Gazeta Panorama hapet me lajmin Vendimi i Bashkisë, ndihma ekonomike 270 familje që përfitojnë. Formosojmë të ardhmen tonë europiane, Tirana mirëpret sot krerët e 13 shteteve të rajonit, mesazhi Ramës. Lufta në lindjen e mesme, paralajmërimi Trump për një marrëveshje paqeje mes Iranit dhe Izraelit, rinumërimi në 4 qarqe gati të hapen 2240 kutit, procesi nis të martën. Mbi 256.000 makina me borxhe si bëhet regjistrimi i përkohshëm. Ka fazë ke qiellin elegjia e gëzimeve të poetit Ndremjeta. Gazeta Panorama Sport hapet me lajmin Europianët tanë fort në Mercato. Egnatia Vllaznia Partizani Dinamo 6 afrime me peshë mes së shtunës dhe së dielës. Ndreca kur nuk u vlerësova për atë që jepja. Vjen afrimi i parë, mbyllet marrëveshja me Martin Janacek. Flamurtari ndryshon kurs Josa pranë stolit. Messi e nis me barazim, Bayerni bën masakër. Tek Italia fillon era Gennaro Gattuso. Reali gjen dasmë në hotel, të gjithë duan Barcelonën. Juventusi i famshëm por jo në Europë. Russell feston në Kanada, Norris e Katranos nga Formula 1.